Onufri 2011 është prezantimi një kërkimi të kuratorit duke shëmtuar fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve. Koleksione private, studio artistësh duke ndërtuar një diksioner të elementeve të modernitetit në Shqipëri. Janë përzgjedhur 22 artistë që përcjellin këtë modernitet nëpërmjet pikturës, skulpturës, fotografisë, vizatimeve dhe dizenjove të modës. Edicioni 18 i ekspozitës ndërkombëtare të arteve pamore Onufri 18 është qelur në Galerinë Kombëtare të Arteve. Ekspozita është quajtur Piktura jetës moderne dhe e merr titullin nga eseja që Baudelaire botoi në vitin 1863 në Paris. Kjo ekspozitë është një përpjekje për të ndërtuar një mënyrë të parë mbi artin shqiptar, duke u nisur nga nocioni i modernitetit. Ky nocion që na vjen prej Bourdieu ndan artin në dy element. E bukura përbëhet nga një element i përjetshëm, i pandryshueshëm, sasia e të cilit është tepër e vështirë të përcaktohet, dhe nga një element relativ, rrethanor që do të jetë si të dojë njeriu, her ansambli, her epoka, her moda, her morali dhe her pasioni. Kuratori i ekspozitës Alban Hajdina i shprehu përfundimin se cilësia e artit as është rritur dhe as ka sjell më vete shkallën e dëshirueshme të mendimit estetik e kritik mbi artet pamore. Piktura jetës moderne apo kërkimi i modernitetit është një përpjekje për ta çliruar artin ton nga klishe dhe formate të ditës, të cilat e tipizojnë dhe e karakterizojnë atë në terma apo përcaktime fundore. Në fakt, më tepër se sa ndërthurja mes pikturës dhe fotografisë, gjë që unë kam përshtypjen se ka qenë në gjitha edicionet e fundit të Onufrit, ka qenë një marrëdhënie që ka ekzistuar. Më tepër se sa kaq, unë kam dashur të sjellja një ndërthurje mes kohëve të ndryshme të artit të artit ton shqiptar. Kështu që kjo ekspozitë, si thua, ka prishur atë karakterin që Onufri ka pasur, duke sjell për vit, si thua, artin, le të themi, më të fundit ose produktin më të fundit artistik që artistët prodhonin për gjatë një viti ose për gjatë 2-3 viteve, maksimumi 2-3 viteve të fundit të karrierës tyre. Ndërsa në këtë rast unë kam shkuar më larg. Pra unë kam dashur ta thyej këtë lloj skeme dhe kam shkuar më larg duke futur në ekspozitë edhe vepra të vjetra, vepra të nxjerra nga fondi i Galerisë Kombëtare që datojnë që nga vitet 60, 70, 80, po duke vajtur dhe më larg, duke vajtur tek fotografia shqiptare e viteve 20, edhe 30. Ndoshta edhe më herët, ndoshta edhe e viteve 1915, siç kemi rastin e fotografit Vangjeli. Pra kjo ka qenë ndërthurja që unë realisht kam dashur të sjell, më tepër se sa ndërthurja mes pikturës dhe fotografisë, e cila është, si thua, gjëja që bie më tepër në sy, sepse këto janë dy teknikat që kanë okupuar më shumë ekspozitën. Piktura jetës moderne vihet në gjurmim të modernitetit në Shqipëri, duke sjellë në vëmendje fotografi të viteve 1915 deri të viteve 1930, piktura të viteve 1980 për të ardhur deri tek arti ditëve tona, jo vetëm në pikturë, por edhe në skulpturë, vizatim dhe fotografi. Mes punëve të ekspozuara qëndrojnë përballë emra të sotshëm por edhe të shkuar si Guri Madhi, fotografi Sotiri apo Roland Tasho, në veprat e të cilit kuratori ka gjetur modernen. Edicioni 17 i Onufrit, ekspozita arteve pamore, prezanton 100 vjet art me frymë moderniteti. Dominon fotografia e piktura, asnjë video, triumfi i dimensionit ndërkombëtar të çdo Onufri, sepse jemi në një terren shqiptar të modernitetit. Nga fillimet në ditët e sotme i zhveshur ky terren nga grami dhe lulet e sërës, thënë me fjalët e kuratorit një koleksion veprash pa influencat artificiale dhe sipërfaqësore të artit bashkëkohor, që hyri dhe u lëvrua në vitet e hapjes së Shqipërisë. Një kërkim që kërkon ta ver ato përballë vlerave universale dhe ta lërë të hapur qëllimin e tij. 3 foto nga Dimitër Vangjeli gjatë luftës së parë botërore marrë nga koleksioni i Bashkisë së Ersekës,
Janë veprat më të hershme të Onufrit të 17, Kristaq Sotiri me një cikël portrete zhgrash, tablote pa eksplozuara të Rafael Bendos, Dashamir Myftarit e Dimitor Kokoshit, rikthimi i Paços në një kokë vajze të viteve 70 e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, Brilanta Kadillari, dhe piktor me një pjekuri artistike si Shpëtim Korçova, Orion Shima e të tjerë. Më vjen mirë që ekspozita Onufri çdo vit ka një moto të ndryshme nga viti në vit. Të rrallë, motoja është jeta moderne. Dy gjëra më kanë bërë përshtypje në këtë ekspozitë, e cila për mendimin tim është përzgjedhur mirë nga kuratori Albani, i quhet Alban. E para nuk ka një ngushtim të kronologjisë, pra të kufive kohore. Përkundrazi, janë marrë në kohë dhe disa vepra të periudhës së realizmit socialist, portrete, peizazhe industrial, të cilët tregojnë atë ndryshimin, si thua, të peizazhit ose të industrisë si një koncept i element i jetës urbane, apo jo. Së dyti, këta piktorët e rinj që paraqiten këtu ka një konceptim të veçantë të jetës urbane sot, pra ka atë që quhet aktualiteti së përditshmëria. Së treti, më duket interesante ndërhyrja e dimensionit të fotografisë. Disa nga fotografitë, se thash që nuk ka një ndarje kronologjike, disa nga fotografitë e viteve 20-30 të grave, të burrave me veshje qytetare, moderne që quheshin për kohën, më krijon impresione shumë të mëdha. Dhe fotografitë e kohës së sotme, sidomos të rinisë, që të kujton pak rininë e sotme, si thuash, që shpesh edhe humbet kohën më shumë se ç'duhet në për këto mjediset e kiç kulturës. Të gjitha përbën një vizion. Çdo ekspozitë është një vizion. Dhe në rastin konkret, ky vizion tregon më së mari që jetojmë në një shoqëri e cila është në zhvillim, por që elementi modern është gjithmonë në lëvizje, është gjithmonë që nga shumë vite më parë deri sot edhe në të ardhmen. Është një ekspozitë e mirë, është një ekspozitë serioze. Onufri këto vite është përpjekur të japë një informacion se çfarë ndodh me artin pamor në Shqipëri dhe çfarë niveli është ky art. Ka ardhur koha e një reflektimi ideor dhe financiar njëherësh që Onufri të rihap kufit. Sipas Alban Hajdinajt, edicionet e tjera të Onufrit janë bazuar te arti dhe artistët e kohëve më të fundit. Ka pasur brenda ndarjen e çmimeve dhe ka qenë një lloj gare mes artistëve, ndërsa ky edicion e thyen këtë ritual, duke u përpjekur që të shkojë mbrapsht në kohë dhe të gjejë elementet e modernitetit, qofte fotografia e viteve 20 apo 30, qofte piktura e viteve 60 apo 70 deri në ditët tona, duke përfshirë brenda ekspozitës atë periudhë që ne i quajmë realizëm socialist. Pra ky nocion i ekspozitës së artit bashkëkohor është thyer për të ngritur një pyetje që çfarë është arti bashkëkohor, apo sa bashkëkohor është arti? Sa i sakt është ky nocion dhe ana bën punë për të kuptuar natyrën e vërtetë të artit? Nuk kemi të bëjmë me një kërkim të mirëfillt për datën eksakte, autorët dhe të gjitha faktet e mundshme. Duke sjell këto vepra kuptojmë se çfarë ndodh sot. Pra kërkimi duke shkuar mbrapsht është bërë për të kuptuar më mirë të tashmen. Ajo që quhet rëndom në zhargonin e kritikës së artit dhe të estetikës piktura e jetës moderne dhe që e merr emërtimin pikërisht nga titulli i eses së Baudelairit, piktori i jetës moderne, e trajton më së miri atë që unë kam dashur të them. Pikërisht marrëdhënien e artit me kohën. Fare shkurt mund të them që Baudelaire thot se çdo epokë ka modernitetin e vet. Çdo artist ka qenë modern në kohën kur ai ka punuar dhe duke shtjelluar dhe analizuar këtë marrëdhënie dhe duke ndar artin në dy element, të cilët ne i përftojmë si një në fakt, por që janë brenda një trupit vetëm, që e para është bukuria e përjetshme, e cila, siç thot ai, është e vështirë të përcaktohet në cilën mas ekziston, dhe karakteri rrethanor apo kalimtar që ka arti, i cili vjen nga epoka në cilën arti zhvillohet. Ndërkohë që kjo është konstante, bukuria e përjetshme është një mas konstante, e cila duke u bashkuar me kalimtaren, rrethanoren, efemeren që ai thot, na jep modernitetin e secilës epokë.
Shpesh herë kjo manifestohet tek moda, tek veshja, tek morali i epokës dhe prandaj edhe në këtë ekspozit kemi një fokus tek veshja, tek moda, apo tek figurat, e mënyra si paraqitet një grua, si paraqitet një burr. Çdo qëndrim është shprehje e modernitetit, çdo qëndrim është shprehje e një epoke të saktuar, pasi çdo epokë ka pasur qëndrimin e vet, ka karakteristikat e veta të veçanta që e dallojnë nga një tjetër, ndërkohë gjitha këto mund të jenë të bukura. Dhe gjitha këto mund të përmbajnë të bukurën brenda. Juve folët për modernitetin, megjithatë unë dua të di pak më tepër në lidhje me idetë që përfaqëson pikërisht ky modernitet që ju keni kuruar dhe keni zgjedhur. Bëhet fjalë për vojën e jetës në një shoqëri të industrializuar dhe në një jetë të industrializuar. Bëhet fjalë për përvojën e jetës në qytete, në qendra urbane, në vende ku jetojnë shumë njerëz, në vende ku konsumohet, dhe në një kohë kur njeriu konsumon teknologji tërkohës. Kjo është arsyeja pse në këtë ekspozit shikojmë makina, makineri, motora, shikojmë pra marrëdhënien e njeriut me këto objekte. Janë objektet në cilat ai punon, shpenzon kohën e tij më të madhe mes tyre, dhe gjitha këto bëhen pjesë e karakterit njeriut në epokën në cilën ai jeton, të cilën nuk e ka pasur epoka më përparshme. Por ideja kryesore që unë kam dashur të shpreh është një lloj çlirimi i artit ton të ditës nga disa klishe dhe formate, të cilat rëndojnë mbi të në momentin që ne i përsërisim tërkohës dhe në momentin që ne harrojmë pikërisht vlerën universale të artit. Kjo ka qenë, si thua, qëllimi im kryesor me këtë ekspozit. Kuratori është ai që tashmë vendos artistin në kontekstin që do. Ju si keni ndërtuar këtë marrëdhënie me modernitetin e Baudelaire? Marrëdhënia me artistët ka qenë normale, është jam unë që kam vajtur dhe kam kërkuar. Si thua, është ajo marrëdhënie normale që kërkimi i kuratorit, i cili bëhet tek artistët që ai mendon se do të gjejë atë që kërkon. Unë sigurisht që kam vajtur aty ku kisha një lloj pritshmërie, se e dija që puna e këtyre artistëve përsillte një lloj moderniteti. Natyrisht njihja dhe sotirin, njihja karakterin modern të veprës së shumë prej artistëve të realizmit socialist, që ne edhe ata vuajnë një lloj klisheje, pikërisht duke mbajtur këtë lloj emërtimi përsipër, ashtu siç arti sot mban emërtimin art bashkohor, e cila e kufizon, po ashtu marrëdhënien tonë me artin, sepse nisemi gjithmonë nga ky mbiemër për ta kuptuar atë. Kështu që kjo ka qenë marrëdhënia ime, duke kërkuar modernitetin, jam përpjekur t'i çliroj dhe artistët nga epitetet që mund të kenë dhe artin. Ky prezantim ka një aspekt tjetër që është marrëdhënia me esenë e Charles Baudelairit, e cila përveç se na jep një çelës apo modul për të kuptuar se arti ka qenë modern, që në kohërat ngre edhe disa rezonanca. Faktikisht kjo ka qenë dëshira personale për të ngritur rezonanca me subjekteve që sjell eseja e Baudelairit dhe subjekteve që mund të gjejmë te arti në përgjithësi, e pse jo dhe te arti ditëve tona. Shumë nga punët e ekspozitës janë me subjekte që ka kjo ese. Aty shohim një interes të veçantë për veshjen, modën, për figurën e njeriu, të burrit apo të gruas, dhe për objekte dhe elemente të kohës, që janë interesante për të parë dhe për të studiuar në çdo moment. Nga gjërat më të mira që më pëlqen është një ballafaqim i pikturës moderne edhe i skaluarës. Këtu ka autor që i trajtojnë të dyja. Guri madhi, tjetri, dhe më bën përshtypje që tani filloi edhe këtu të mos shifet e kaluara e shkëputur me sotmja. Unë për shembull deri ditët e fundit kam qenë në Greqi dhe shikoja në ekspozita që kishte nga pikturat më kohore deri në pikturën primitiviste që mund ta bënte një amator. Edhe më bëri përshtypje edhe një koleg grek, se unë jam piktor vetë,
I thash, si bashkëjetojnë këto dyja? Ose çudit, tha, kjo gjë është sa si qytetari, tha që dikush pëlqen një muzikë moderne, dikush Beethovenin, dikush do Gërnetën. Kështu është edhe piktura. Impresioni im nga ekspozita edicionit 18 është e tillë që kemi mjaft befasira në këtë ekspozitë, edhe pse dy vokacione të kundërta të paraqitura në një ekspozitë, sipas mendimit tim, e përforcojnë dhe japin një tërësi tër ekspozitës edicionit 18. Unë t'ju them të vërtetën, kom prit më shumë nga ky edicion i Onufrit, ndonse ekspozitat e tilla duhen të përmbajnë edhe emra të rinjve, edhe pse janë prezent dy breza, brezi i vjetër dhe brezi i ri, në ekspozitë kom prit vepra me vlerë me të vërtetë të njëmenta që do ta prezentonin artin përgjithësi në Shqipëri, të Shqipërisë dhe të etnisë shqiptare në përgjithësi. Posaçërisht me trende më aktuale nga arti konceptual, trende këto që janë prezente dhe në shumë qendra të tjera evropiane dhe ballkanike. Ka dhe punimet cilat ndoshta nuk do ta kishin vendin këtu. Mirë, po sido që tjetë, nuk e kam informatën nëse kuratori ka vendosur këtu apo komisioni, sepse unë vi nga Prishtina dhe mendoj se si koncept i dorë është mjaft i qelluar. Natyrisht kjo sa vjen e përmirësohet, edicionet e radhës. Një gjë më le përshtypje, sepse evenimentet e tilla do duhet s'pako të kenë katalogun e veprave në mënyrë që ne t'i marrin. Ato do të na mbesin më pastaj dhe do t'i shijojmë gjatë gjithë kohës. Ndërsa këtu katalogun pyeta nuk gjeta dhe kjo mund ta quajë një mungesë formale të këtij edicioni. Përndryshe kishte vepra të cilat më pëlqyen shumë. Piktura e jetës moderne është një lloj zhargoni estetikës dhe kritikës së artit që njihet mjaft mirë në botë. Kur themi piktura e jetës moderne, kuptohet se për çfarë po flasim. Charles Baudelaire është një nga novatorët më të mëdhenj të letërsisë franceze me influencë të gjerë përtej vendit dhe shekullit që jetoi. Ai jep një përkufizim se çfarë është sipas tij estetika e modernitetit dhe këmbgul në veçantitë të çdo epoke. Piktura e jetës moderne, si nocion, duke përdorur gjithmonë si nocion dhe jo më thjesht si titull të kësaj ekspozite, është një analizë edhe e marrëdhënies së individit me materien dhe me konsumin. Nëse ju shikoni këtë ekspozitë me vëmendje, unë besoj që ajo e shpreh edhe këtë marrëdhënie, e shpreh nëse kjo është fokusohet, le të themi, tek ato çfarë njeriu posedon, tek veshja, tek objektet. Pikërisht kemi hyrë pikërisht në temën që ju sapo tha. Dhe unë mendoj që kjo ekspozitë e shpreh këtë, e shpreh fare natyrshëm. Është vetë tema e ekspozitës që ndihmon në pikërisht nxjerrjen apo zbërthimin e elementeve, unë i quaj kapitalist, që mund të filtrohen nëpërmjet imazhit dhe një lloj bot kuptimi të kapitalizmit nëpërmjet imazheve. Unë mendoj edicionet në parë që unë i kam ndjekur janë sipas tematikave, kanë pas tematika të ndryshme. Kjo është një tematikë më vete, edhe kjo e bën kuratorin që të jetë pak i pamshirshëm. Domethënë, mund të kenë të tjerë që kanë punë shumë të bukura, po nuk futen në këtë agjend, nuk futen në këtë moto. Edhe nga kjo pikpamje, çdo ekspozitë, sa është përfaqësuese nga herë dhe e mangët. Domethënë, sepse mund të ishte edhe kjo, dhe kjo, dhe kjo. Mendoj që për temën që kishte ekspozita, këtë risi ka risin për të paraqitur një aspekt jetës moderne. Baudelaire e idenë se arti ka qenë modern që në kohërat dhe jep çelësin se si ne të kuptojmë modernitetin e epokave të tjera të mëparshme. Ai merret me përshkrimin e jetës. Pikturat dhe skicat që na sjell si shembull janë piktura të jetës së përditshme në metropol, që paraqesin ndryshimet, jetën sociale, zhvillimin e makinës e mjeteve të tjera që hyjnë në përdorim. Dhe ekspozita do të shkojë drejt një kërkimi të modernitetit apo të rrënjve të modernitetit në Shqipëri,
që mund të gjendet edhe në punë më të vjetra. Është e vërtet se kemi mjaft imazhe nga jeta moderne, posaçërisht në fotografitë artistike të paraqitura, ku shifen edhe do skena mjaft të rënda që të rinjët apo të rejat të shqiptare ballafaqohen në qendra të ndryshme, duke filluar nga veshja e tyre, duke filluar nga pozita e prezantimit të tyre e deri te ana e brendshme psikologjike, ku me të vërtet e paraqet një gjendje mjaft reale që vajzat shqiptare janë në gjitha qendrat evropiane, fatkeqësisht ku është një breng jashtëzakonisht e madhe, jo vetëm për shoqëri, por përgjithësi. Por pa marrë parasysh, imazhet e tilla ngërthejnë një notë artistike, duke i përfshirë gjitha elementet kompozicionale. Qofsh pa marrë parasysh a janë fotografi artistike apo janë vepra figurative, kreative. Në një aspekt, prezenca e krijuesve të vjetër, edhe pse tablot janë nga periudhat, nga konteksti kohor i së kaluarës, qëndrojnë me veprat me këto imazhe moderne apo bashkohore ku ballafaqohet shoqëria në përgjithësi, jo vetëm shqiptare, po evropiane. Karakteristikat të shfaqjes së modernitetit si moda, veshja, uniforma, figura e gruas apo e burrit, përshkrimi i aspekteve kryesore dhe jetës si prodhimi, argëtimi, koha e lirë dhe estetika në ndryshim të vazhdueshëm janë në qendër të kësaj ekspozite. Veprat i lidh aspekti modern që mbartin në vetvete. Baudelaire është më specifik në modernitetin që hes si ide, kur pohon se moderniteti ka qenë dhe do të jetë gjithmonë. Ai përpiqet të shkatrojë rendin e vjetër të vlerave dhe parashtron një estetik që influencoi te piktura që pasoi më vonë. Piktura e jetës moderne duhet të tregonte jetën, kushtet e reja me të cilat jetohej, përvojën e jetës në metropol. Parisi së kohë po bëhej i tillë, por Baudelaire ishte i shëmtuar, e ai futi pikërisht estetikën e të shëmtuarës. Dhe kjo është me interes për të parë të tashmen duke kuptuar të shkuarën. Për arkivat që kam shfrytzuar, unë jam ndihmuar nga disa njerëz, të cilët duhet i falenderoj, por që kanë shprehur dëshirën të mbeten anonim, kështu që nuk jam duke i përmendur. Dhe duhet të falenderoj artistët gjithë për kontributin që më dhanë, duke më besuar në zgjedhjen që unë i bëra dhe që i bëra pjesë e ekspozitës. Gjithashtu edhe Galeria Kombëtare, e cila më dha mundësinë që të kërkoja në fondin e saj, edhe pavarësisht se kjo është, si thua, puna ime, po gjithsesi edhe kjo është një gjë që unë e vlerësoj. Tashmë Onufri është kthyer në tradit, mbërritëm dhe në edicionin 18 një retrospektiv në ndryshim me atë çka tematikat e para na kanë sjell dhe risia për këtë vit. Risia për këtë vit është kjo që unë thash, është pikërisht largimi nga Onufri si një ekspozit që sjell prurjen më të fundit, të trendin më të fundit në art. Kjo është një ekspozit anti-trend në fakt. Një ekspozit që vjen ndryshe nga të gjitha edicionet e mëparshme dhe që nuk mbështetet vetëm në artin dhe artistët e momentit, por zëfill gati një shekull më parë, si rezultati një kërkimi personal të kuratorit. Gjurmimi i kuratorit fillon që me fotografin, me imazhet e Kristaj Sotirit e Dimitër Vangelit, qysh në vitet 1915, ku shfaqen portrete burrash e grash që pozojnë me një fines të pashoq për shoqërinë shqiptare. Janë portrete tërheqëse, profile tunduese, supe delikate të mbuluara nga fustane të lehta, për të kaluar në atë periudhë që ne quajmë realizëm socialist. E nga ky, Hajdina i ka shëmtuar disa portrete apo tablo që bëjnë diferencën me pikturën e kohës. Janë portrete që mund të rinë fare mirë në çdo kohë. Piktura e jetës moderne apo kërkimi i modernitetit është një përpjekje për ta çliruar artin ton nga klishe dhe formate të ditës, të cilat e tipizojnë dhe e kategorizojnë atë nën terma apo përsaktime fundore. Ky kërkim kërkon ta vërë ato përballë vlerave universale,
dhe ta lërë të hapur qëllimin e tij. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në datën 5 shkurt 2012.